Vëndyr një ditë më parë është përfshirë nga moti i keq dhe me rreshe shiu e dëbore. Juglindja dhe Verilindja e vendit janë përfshirë nga moti i keq me rreshe të dendura dëbore. Dibra është zgjuar në pethkun e dëborës. Uljet e temperaturave gjatë natës në -5°C kanë shkaktuar problematika në qarkullimin e mjeteve në akset rrugore, Peshkopi Tiranë, Peshkopi Kukës dhe ura Çerencit Librash, ku trashësia e dëborës i ka kaluar 10 cm. Probleme ka patur edhe gjatë orëve të mbrëmjes segmenti i rrugës Maqellar Peshkopi, ku 10 mjete kanë mbetur të bllokuara për rreth një orë. Drejtuesit e mjeteve që përdorin këto akse rrugore problematike duhet të bëjnë kujdes në lëvizjet e të përdorin goma dimrore. Ndërkohë kjo dëbor në stinën e pranverës, përveç se ka shkaktuar ngrica dhe probleme në qarkullim, ka dëmtuar gjithashtu edhe pentarin. Qarku i Korçës gjithashtu u përfshi nga rreshet e dëborës, e cila arriti nga deri 10 cm në zonat malore. Përmes një njoftimi për mediat, bëhet e ditur se borpastruesit kanë qenë në terren për menaxhimin e situatës. Aktualisht në akset kryesorë nacionale e turistike, qarkullimi vjon normalisht. Nga bashkiet vazhdon puna për hapjen në rrugëve dytësore e lidhëse dhe të shesheve në qendrat e qyteteve, nga ku gjithashtu nuk raportohen problematika. Si rezultate të erës, ka ndërprerje të përkohshme të energjisë elektrike në njësinë administrative Udënisht e Buçimas, Bashkia Pogrades, fshati Orman Çiflik, njësia administrative Burgarec dhe fshati Dardë në njësi administrative Mollaj, Bashkia Korçë, si dhe në fshatrat Dolenac, Mjaltas, Besmir. Të njësia administrative Gorë, Bashkia Maleq. Pa energji elektrike janë edhe 12 fshatra e njësisë administrative Proptisht, të cilët marrin energji elektrike nga Agjencia Elektrike Përrenjas.